hajduti tim, duke i mbi vendosur dhe duke bërë propaganduar çka ka bërë Edi Rama. Jo më zotëri. Qofse Edi Rama është sëmundja dhe ne kemi të qartë fare prognozën se sa i korruptuar është, se sa unë do thoja dhe një fjalë të më etike, po dhe ignorant në mënyrën e të bërit politik, e të qeverisurit. Për mua më e keq se sa ky njeri korruptuar dhe ignorant në mënyrën e të qeverisurit është kura që është eskaduar, është vaksina ndaj këtij, që është opozita, prandaj merrem me opozitën, sepse opozita duhet të ishte vaksina, por nuk është vaksinë, përkundrazi, është zgjatimi i kësaj sëmundje. Zgjatimi quani si di. Dhe zoti Sheaj është përballë këtij fakti, siç isha edhe unë, siç ishte ti dhe tjetër, siç ishte një treta e demokratëve, dhe një ditë të bukur thotë shiko, se është dhe nga Vlora, me që është dhe nga Vlora, po e them kështu me pak dialekt vlonjat, andallim loje, i themi nga Vlora, le se bëra shaka, thot. Qa thash 11 maj për Berishën, ishin shaka. Se në 11 maj a i tha, Sali Berisha, tha, Flamur Noka janë ushtarët dhe bashkaksioner të Kastratit, ndërsa Gazbardhi dhe Gjek Markaj janë ushtarë dhe janë pupas oligarku tjetër të Bashkim Ulajt. E tha në momentin që u përballë, ishte në video live në Facebook, po e tha dhe në media, në momentin që u shty nga Flamur Noka. Flamur Noka ju kundërpërgjigj duke i thënë që ti je përfaqësuesi dhe pupaci politik i Erion Velis, dhe sot tani çfarë ekuacioni i japi qytetarëve? I thot, ai që është përfaqësuesi i Kastratit dhe ushtari i korruptuar i Bashkim Ulajt, bashkë me mua që më akuzon si ushtari në Erion Velis, do rrëzojmë Erion Veli në Tiranë. Po kjo është, ku me thënë, edhe Gazbardhi vet, do ta kishte zili këtë piruet. Do më thënë edhe Gazbardhi do ta kishte zili. Këtë piruet morale. Kjo është piruet, kjo s'është morale, kjo ka kaluar morale, kjo është piruet ideologjike. Kjo ka kaluar, do më thënë, ai akuzonte ata si njerëz korruptuar, si të lidhur me oligarkët. Ata akuzonin se ai po i sabotonte Partitë Demokratike zotin Berisha, se ishte me regji nga Erion Velia, dhe sot thonë sot le se bëm shaka. Do më thënë është fiksa jo historie që si ti kërkojnë falje kompetentit, po vetëm që s'është në të njëjtën format, po. Absolutisht. Si di, do doja të mirja një koment nga ju, sepse ju pyeta pak largimin e zotit Këlliçi nga Tirana, si e keni parë? Është një mesazh politik, apo poruen duke qenë se zoti Këlliçi mban qëndrime të forta dhe nuk duan ta kenë pranë zotit Binaj, por do doja sa më shkurt që të kalojmë temat e tjera pastaj se... Unë mendoj që zoti Këlliçi dhe më vjen keq që ta them në këtë formë, po duhet ta them në mënyrë sa më shqip, sa më shqetor. Të gjithë ata që përfaqësojnë qytetin e Tiranës, që nuk janë me origjinë nga veriu ose nga jugu, nga zonat caktuara të jugut të Shqipërisë, po janë, unë vetë jam nga Vlora, po flas, ata që nuk janë ose nga një pjesë e zonave që ka shumë mbështetje për Berishën në jug të Shqipërisë, ose një pjesë e qytetarëve e demokratëve që janë tarçili kombëtar, që janë nga veriu i Shqipërisë, që janë benjamin të zotit Berisha, që kanë lidhje jo vetëm politike, po mbas edhe fare fisnore, mbas edhe historike, dhe historike, nga zoti Berisha, me zotin Berisha, këta që janë qytetarë, që janë të rinj, që mund të kenë një lloj adhurimi që është adhurim skandaloz, por s'ka gjë, e kanë të adhurim për zotin Berisha, por në një moment të caktuar ata bëhen përmenden, zoti Berisha ata nuk i mban afër. Nuk është arketipi i qytetar i demokratit i zotit Berisha. Belindish sado mund të ketë meta, është qytetar. Është gjenerata 5 gjenerata pas zotit Berisha, gjenerat tjetër, politikani. Nuk e di zotit Berisha, e ka intuitën 10, dhe e di shumisht që pavarësisht se ai mundi qëndrojë nga mbrapa në mënyrën më servile të mundshme, finalja fare, terminalia, ata nuk i përpudhë bashkë. Dhe zoti Berisha këtë lloj politikanësh nuk i do. Nuk ka për t'i mbajtur afër, i përdor shumë fort, i karikon shumë fort, siç e përdori në konfliktin me zonjën Kokalari.
Belindje nisi gjithë betejën, ai u konsumua, ai mangi gjithë baltën nga zonja Kokalari, dhe tashmë e largon. Dhe, do me thënë, pastaj, kjo është thellësia e arsyetimit që unë mund të bëj pastaj, po do ta bëjmë diçka bazike, dim që zoti Belind Kolliçi ka ca ambicie për të marrë Partinë Demokratike, po kjo është një iluzion i tij, e kemi thënë dhe në emisionin e kaluar, për sa kohë zoti Berisha aty, me ato konjunktura dhe me atë modus operandi, për përdor dhe një herë termin, pra si mënyra si funksionon atje që parat i ka zoti Berisha, pushtetin kriminal, politik, ekonomik, i ka zoti Berisha, nuk ka shanse askush tjetër përveç zoti Berisha. Nëse qëndrojmë në këto zhvillime, largim përsëri një ish deputete e Partisë Demokratike, zonja Zheni Gjergji, ka pranuar postin e drejtoreshës në spitalin Elbasanit, duket që vinë një sër reagimesh dhe largimesh, kemi nga antarë të kryesisë si që zoti Dero Memaj, më pas ishte një vajzë e re që u largua përsëri nga kryesia e Partisë Demokratike. Sara Boda ishte nën kryetare, po ishte një vajzë tjetër që ishte pjesë e kryesisë. Megi Balliu, po. Po, Megi Balliu. Dhe sot zoti Murizi ka hedhur akoma një, po themi ka hedhur benzin zjarrit, ku ka thënë informacionet e mia zonjë Zheni Gjergji 1 ditë para apo 2 ditë para se të bëshin listat, nuk ka mundur do të përballojë çmimin që është vendosur për të qenë në listë për deputete. Ti vetë këto reagime, këto sjellje, si ke parë? Këto largime që shkojnë me njerë të PS-ja, ç'a ndodh konkretisht për të kuptuar dhe për të bërë diferencën? Normal. Thash në fillim me pak ironi që ku largua, ku shkoj, aty ku ishte shkoj. Nuk ka PDPS. Nuk ka PDPS? Jo, nuk ka PDPS. Po ç'a ka pastaj? Një biznes që është biznesi me 2 aksionerë, Edi Rama dhe Sali Berisha. Tani njëri aksioner kur është në mazhorancë ka 60%, tjetri është në minorancë, merr kuotën minimale 40% të aksionerëve. Pra ti po thua ajo ka zgjedhur aksioneri më të madh. Tani këta duhet që të menaxhojnë nënpunësit. Dhe ai që ka aksionet më të mëdhaja bëhet pak më bujar dhe i merr edhe sa njerëz në punë. Bujar me lekë të shtetit. Me lekë të shtetit. Tani ta jesh e sigurt që Zheni Gjergji është drejtoreshë e spitalit të Partisë, do me thënë qeverisjes Partisë Socialiste, ti jesh e sigurt unë vë bas sa duash normal, që në zgjedhjet e ardhshme do bëj fushat për Partinë Demokratike. Dhe vë mbas sa duash, prap, do me demokratë do blidhet prap, mjafton. Janë bashkë ata, nuk është se i ndanë ideologji. Pse janë bashkë? Se nuk kanë ndarje parimore ideologjike. Si, qa do me thënë që unë jam kundër korupcionit të incineratorëve, po mbylleni gojën ju për gërdeci. Po si e pastaj kundër korupcion? Që do me thënë,